Ndërsa në Kosovë, organizatat e gazetarëve thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë shënuar mbi 25 raste kërcënimesh dhe trysnish ndaj gazetarëve nga ana e institucioneve apo grupeve që përfaqësojnë interesa të caktuara në vend. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, përfaqësues të mediave thanë se gazetarët kanë nevojë për më shumë liri veprimi. Ata nënvizuan ndërkaq mungesën e qëndrueshmërisë financiare si një nga faktorët që le shteg për presion mbi mediat në vend. Organizatat ndërkombëtare deri tani e kanë radhitur Kosovën në mesin e vendeve me liri të pjesshme të fjalës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Në qendër të Prishtinës, një grup gazetare të rinj organizuan një formë të veçantë proteste me kërkesën për më shumë liri. Në ditën ndërkombëtare të lirisë së fjalës, ata thanë se në Kosovë kjo shkallë e lirisë është ende e pamjaftueshme. Muhamet Jahiri, kryetari i Unionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë se edhe gazetari në Shtetin e Ri ndan fatin e njëjtë me kategoritë e tjera të popullsisë. Po, është fakt ne kemi shpreh pak nacin ton në një formë simbolike. Mund të konsiderojmë se edhe raportet e fundit treguan se nuk ka liri të mjaftueshme të media. Kjo do të thotë që gazetarët po ballafaqohen me problemet e njëjta pas luftës, po ballafaqohen me pengesa në punë, me kushte në punë, me mos lemë qasjes në dokumenta zyrtar, mos transparencë, presione edhe nga faktorë tjerë, ekonomik, politik, forma ndryshme. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës të rreq vërejtje në numrin ende të lartë të rasteve të kërcënimeve apo formave tjera të ushtrimit të trysnisë ndaj gazetarëve në Kosovë. Vetëm gjatë vitit të kaluar, AGPK-ja ka raportuar, në fakt në AGPK janë raportuar mëse 25 raste të formave të ndryshme të presionit që janë bërë në media, por duhet ta keni parasysh se këto janë vetëm raste të raportuara dhe nuk janë, normalisht ka edhe raste të tjera të cilat nuk janë raportuar në AGPK, për cilët ne kemi ngritur zërin që kanë ndodhur në Kosovë dhe që i kanë shoqëruar gazetarë gjatë punës së tyre. Edhe në 4 muajt e parë të këtij viti, viti 2010, gjendja nuk është hiç më e mirë. Përfaqësues mediash, institucionesh arsimore, qeveritare paraqitën sot në një debat për lirinë e medias, pikpamje nga më të ndryshmet lidhur me gjendjen e gazetarisë në Kosovë, e cila sipas organizatave ndërkombëtare është vend me liri të pjesshme. Është natyrshme që synimi për liri të shtypit të medias në përgjithësi ndeshet me pengesa të shumta, madje edhe me dilema etike, dilema mentaliteti e madje edhe me dilema në kuptimin e çështjes nacionale. Këto dilema janë të përhershme, por gjejnë shprehje sidomos në shoqëritë në tranzicion. Zgjatja e fazës së tranzicionit shkakton mutacione të këtyre pengesave. Në shoqëritë në tranzicion, mutacioni i parë manifestohet përmes kalimit nga presioni politik në presion ekonomik mbi median e lirë. Një çështje themelore për cilën unë mendoj që pronarët e mediave, gazetarët, shoqata, të gjithë duhet të koncentrohen është kërkesa për të pasur qasje të papenguar në dokumentet zyrtare, sepse ky është problemi më i madh. Në Kosovë nuk ka institucione të cilat kanë instaluar cenzurën zyrtare. Thjesht në Kosovë nuk ka cenzurë, por në Kosovë ka një problem serioz lidhur me çështjen e dokumenteve zyrtare të gazetarëve. Ndoshta ishte desh të jemi pak më kreativ në përjetimin e fjalës të lira. Me qenë se mediat mund të jenë të lira, të bëjnë gabime. Mediat mund të jenë të lira që të mos jenë pavarur. Mediat mund të jenë të lira të zgjedhin se si do të pozicionohen. Mediat mund të jenë të lira ta përjetojnë veten vetëm si biznese fitimprurëse. Edhe kjo është liri. Pra media të lira, fraza media të lira për mua nuk paraqet kurrë. Ajo që do të propozoja unë në kontekst të ndryshimeve që duhet bëhen, veç mas është fusha e përmirësimit të legjislacionit në kontekst të medias dhe e ka të baj me reklamen, për arsye se jemi dëshmitar që reklama publike dhe qeveritare tashti është e koncentruar kryesisht në media të afërta me qeverinë. Gjendja jo e mirë financiare kanë bërë që ndikimet politike dhe të grupeve të biznesit të jenë më të mëdha, ndërsa mungesa e një infrastrukture ligjore bën më të paqëndrueshëm pozitën e gazetarit në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.